Çfarë duhet të bëjnë fëmijët pasi kanë marrë në dorë testin e vlerësuar nga mësuesi? Unë kam këtu 3 teste, janë në lëndën e matematikës, kam mbuluar dhe emrat sigurisht, janë në nxënës të cilët kanë marrë vlerësime të ndryshme. Nxënësi i parë ka marrë vlerësimin ASH, vlerësimin më të lartë, arritje të shkëlqyera. Nxënësi i dytë ka marrë vlerësimin ASHK, që është vlerësimi me simbolin 4, arritje shumë të kënaqshme, dhe nxënësi i tretë vlerësimin AK, një vlerësim mesatar. Çfarë ndodh sapo fëmijët marrin testin e vlerësuar? Gjëja e parë që bëjnë, menjëherë e kthejnë faqen nga e para tek e dyta të shohin çfarë kanë marrë. Sigurisht ndoshta është legjitime kjo, pra ata kur kanë marrë rezultatet mira gëzojnë dhe mërziten në të kundërt. Por ajo që është më e rëndësishme është që fëmijët të shikojnë me kujdes atje ku kanë gabuar dhe së bashku me prindrit të nxjerrin konkluzionet pse kanë gabuar, pse kanë bërë ato gabime. Vlerësimi i fëmijëve në arsimin fillor nuk ka ndonjë vlerë të madhe zyrtare. Më e rëndësishme në këtë moshë është që fëmijët të kenë njohuri të qëndrueshme, njohuri sistematike, dhe duke parë atje ku kanë gabuar, së bashku me prindrit të korrigjojnë gabimet dhe të përmirësojnë punën për më vonë. Aq më tepër në lëndë të rëndësishme si gjuha matematika, të cilat janë të lidhura zinxhirisht me njëra tjetrën dhe bëjnë që nëse disa njohuri nuk përfitohen ose nuk janë të mësuara si duhet, nuk ecë dot përpara, i pengojnë për të vazhduar marrjen e njohurive të tjera. Ja, unë po bëj shpejt e shpejt një kalim të gabimeve që kanë bërë fëmijët. Fëmija i parë, i cili ka marrë vlerësimin më të lartë, ka humbur 2 pikë, dhe ku i ka humbur këto? Pikën e parë, unë punoj me fëmijët këtu edhe pse janë të vegjël në klasë të tretë, janë këta, punoj edhe me gjysmë pikëshi, ata kanë mësuar, kanë marrë thyrsa tani një të dytun, e shprehin edhe 0.5 ose gjysma, dhe gabimet që ka bërë fëmija në fjalë janë gabime shpejtësie. Ka humbur pikë te prova e pjesëtimit në shtyllë, sepse provën shumëzimin e ka bërë sakt, pra e ka konceptin e provës që prova e pjesëtimit gjendet me shumëzim, por nuk e ka shtuar mbetjen. Jam e sigurt që ky është gabim shpejtësie. Gabimi tjetër është kthimi i njësive nga muaj në vjet. Më tepër këtu bëhet fjalë për një saktësi sesa një koncept. Nuk është shkruar sakt dhe qartë, dhe unë ja kam zbritur gjysmë pike, sepse ka pasur një si njësh përpara dhe nuk kuptoj qartë. Dhe gabimi tjetër përsëri është gabim shpejtësie. E ka zgjedhur shumë sakt problemën, kuptohet problema është nga ushtrimet më të vështira në një test, pra ka një logjik të fortë ky fëmijë, por te përgjigja ka gabuar sepse nuk e ka dhënë nga rezultati i fundit i veprimeve, por ka marrë diçka më tepër, ka marrë diçka pak më lartë. Edhe këtu ka humbur një pikë. Atëherë prindi i këtij fëmijë së bashku me fëmijën, duke e parë me kujdes testin, dalin në përfundimin se ky fëmijë nuk ka mungesë konceptesh, por ka shpërqendrime të vogla dhe duhet më kujdes herës tjetër. Marrim testin tjetër, testin e fëmijës i cili ka marrë vlerësimin 4, arritje shumë të kënaqshme. Ky fëmijë ka humbur disa pikë te ushtrimet që kanë lidhje me shumëzimin dhe pjesëtimin. Po ta shikoni këtu, ka humbur 2 pikë te shumëzimet që janë brenda tabelës së shumëzimit, ka humbur pikë te shumëfishi i cili ka lidhje përsëri me shumëzimet, dhe te pjesëtimet në shtyllë dhe prova e tyre. Ka humbur pikë gjithashtu te kthimi i njësive të kohës, e cila edhe kjo ka lidhje me shumëzimet. Gjithashtu ka humbur pikë te emërtimi i trupit gjeometrik. Këtu mendoj që është nxituar, sepse piramidën me bazë trekëndore ka emërtuar shumë sakt, ndërsa prizmin si trup e ka emërtuar, por numrin e brinjve ose numrin e kulmeve apo këndeve të bazës, te ky ka gabuar, pra nga 5 këndësh e ka bërë 6 këndësh, dhe si rjedhim ka gabuar edhe te numri i faqeve. Pra konceptin e kulmeve, e elementeve të trupit, brinj, faqe, kulme, ka shumë të qartë, sepse kjo këtu është e lidhur me emërtimin gabim të trupit. Atëherë, çfarë përfundimi dalin prindrit dhe fëmija nga ky test? Do të thotë që ka dobësi ose nuk ka fiksuar mirë tabelën e shumëzimit dhe si rjedhim edhe tabelën e pjesëtimit, dhe duhet punoj më tepër për këto ushtrime.
Ndërsa fëmia i tret, i cili ka humbur konsiderueshëm pik, ka marrë vlerësimin me simbole 3, arritje të kënaqshme, por ku ka gabuar? Te pjesa e parë, e cila ka lidhje më tepër me tabelën e shumëzimit dhe të pjesëtimit, ka bërë pak gabime. Ka bërë 2 gabime në fillim dhe një gabim të vogël te shumë fishi, ndërkohë që ushtrimet të cilat kanë lidhje me pjesëtimin në shtyllë, që janë pak më të vështira se këto që janë përmendsh, i ka bërë sakt. Do të thotë që bazën te to ushtrime, pra konceptet bazë i ka të fiksuara mirë, di shumëzime dhe pjesëtimet, këto mund të jenë më tepër gabime shpejtësie. Te trupat gjeometrik ka një pasaktësi të vogël, ose si të thuash, nuk është plotësuar sakt prizmi duke treguar bazën e tij, çfarë lloj baze, ose piramida. Këtu ka humbur pak pik. Ku ka humbur më shumë pik, dhe që është më e rëndësishme për të nxjerrë një përfundim të koncepteve të cilat i ka fiksuar gabim. Kuptohet që këtu del një mësim edhe për mësuese, nuk do të punoj më tepër me këtë pjesë. Leximi dhe shkrimi i orës. Ushtrimin ua kam dhënë të tillë që orën ta shkruaj në 3 forma, me fjalë, orën me akrepa dhe orën digjitale, duke ua dhënë në forma të ndryshme. Ky fëmijë ka humbur shumë pikë, unë kam korrigjuar, i kam vendosur pjesën sakt, do të thotë që këto koncepte nuk i ka fiksuar mirë dhe me këto duhet punoj më tepër. Gjithashtu, një fëmijë që ka marrë vlerësimin AK, vlerësimin 3, sigurisht që problema është e vështirë për këtë fëmijë dhe problema nuk e ka bërë sakt, ka tentuar diçka, por nuk ka kapur thelbin e problemës. Atëherë, prindrit e këtij fëmijë bashkë me fëmijën duhet të nxjerrin përfundimet dhe të punojnë më tepër me leximin e orës, shkrimin e orës në forma të ndryshme dhe problemat, formimin dhe zgjidhjen e situatave problemore të lidhura me jetën e përditshme. Pra, u mundova pak a shumë për të dhënë një ide se çfarë duhet të bëjnë fëmijët dhe prindrit pas një testi. Pasi kanë marrë rezultatin dhe pasi kanë parë gabimet. Edhe njëherë çfarë është e rëndësishme, nuk është nota për një fëmijë të arsimit fillor, se nuk e vlen për ndonjë gjë të madhe. Fëmia e arsimit fillor do shkojë në arsimin 9 vjeçar se ka të detyrueshëm. Problemi është që si ti korrigjojmë gabimet që bëjmë, vetëm duke punuar dhe duke i riparë me kujdes në shtëpi.